Përshëndetje të gjithëve, uroj që t'jeni mirë në këtë live stream që i cili takon sezonit të New Yorkut, i cili po presim që të ndodhi dhe për pak minuta ose edhe diku ke një orë pak, analiza që kam përzgjedhur sot t'ju tregoj për të gjetur mënyrën e entrit dhe se pse unë mendoj që në bazë të këtyre analizave do kemi këtë lloj entri, është për arsyen në Euro USD, duke parë pikën e high highs-it pikës më të lartë, pra duke mos dhënë reagim, duke patur thyrën e strukturës për të krijuar një high highs të ri, por thjesht ka qenë një zonë likuiditeti për të likuiduar të gjithë sellersat në këtë pikë, por duke likuiduar edhe të gjithë buyersat të cilët presin në pikat më të ulta, atëherë detyrimisht do të kemi dhe të gjejmë setupin e sellit. Dhe në weekly, në time frame në weekly në Euro USD, kemi markuar candlesin e CRT-s, i cili i takon këtij candlesit këtu. Ku kemi CRT high dhe CRT low. Okej, mbasi i kemi markuar këto në daily, kalojmë në weekly, kalojmë në daily për të parë akoma dhe më shumë qartësinë që na i jepet. Duke qenë se CRT-ja është gjithmonë më e vlefshme ose më shumë e fortë ose e kombinuar në bazë të time frame-ave, duke qenë se në weekly kishim një CRT dhe modeli jon i parë i entrit ka qenë në këtë pikë ku kemi patur breaker FVG order block, golden zone gjithashtu, modeli i parë. Tani presim për modelin e entrit të dytë. Dhe entri i parë i cili takon modeli i entrit këtu në daily, në monthly ka qenë përsëri një CRT. Pra në çdo konfirmim të biasit që ne kemi në time frame, presim vetëm për sell, ku kemi likuidimin e komplet candlesit të monthlyt. Dhe siç ishim në daily, pika ku presim për të kryer përsëri entry është pjesa e kësaj CRT-s që kemi këtu, ku kemi CRT high, kemi gjithashtu CRT low, ku candlesi i dytë akumuluesi në këtë pikë ka arritur pothuajse në 80 ose 90% e kompletimit të CRT-s, por nuk ka bërë këtë gjë. Më pas candlesi distributorit i cili ka dalë dhe nuk po vazhdon që ta thyj këtë pjesë, pra për të kompletuar pjesën e CRT-s, është për arsye sepse po tenton të mbledhë akoma dhe më shumë likuiditet. Pse duhet të qëndrojmë konsistent sa analiza dhe të kemi besim dhe mos të ndihemi konfuz apo të kemi dyshime se analiza jonë do shkojë gabim. Duke patur parasysh që çdo time frame që ne po shikojmë në bazë të analizave që ne kishim, detyrimisht presim që të kemi një sell të vijshëm dhe në këtë aspekt nuk i trembemi qirive të cilat janë në time frame-at më të vegjël. Marr shkas në time frame më të vegjël edhe pse jemi në daily, por arsye sepse në monthly kishim një CRT shumë dhe shumë më të madhe. Tani, një pjesë nga sekretet e CRT-s për të gjetur se ku distributori ose candlesi ku ne do kryejmë entry për gjatë kësaj kohe, mund të përdorni Fibonacci-n midis candlesit të dytë nga fillimi i weekut deri në fund, pra në këtë pikë, për të gjetur ose për të patur një point of interest të entrit tonë, ku në këtë rast i takon zonës 62-65. Cila është këtu? Okej, pasi në daily kompletuam këto, kemi marrë punë, mund të marrit mi qenë si zonë targeti mbas kompletimit të CRT low, si zonë likuide për një target më final, i takon pikës këtu, ku kemi edhe zonën e likuiditetit, dhe më pas zbresim përsëri time frame-at. Në 4 orarsh kemi përsëri pothuajse të njëjtën gjë në daily, sepse daily takon një orar si model për gjithë entry, por thjesht për të caktuar më shumë trend line-at e kalova në këtë time frame. Dhe në një orarsh pika ku ne presim për të kryer entrin, i cili është dhe një prej modeleve që kemi dërguar në
në grup një sinjal me cell limit, ku në këtë zonë kemi caktuar dy limite. Pra pika e parë e lajerit, i cila është low risk, dhe pika e dytë e lajerit, i cila takon zonën së të lartë. 1.171.25. Atëre, kishim CRT, ok. Kemi pikën e tërësupit. Kemi tërësupit 1 dhe përveç modelit të tërësupit, pika ku unë pres për modeli entry, për ju të gjithë që e dini CRT deri diku, ose mbase e dini plotësisht, është pjesa e modelit 1. Modelit 1, cili takon modelit me order block. Modelit me order block. Pra, në këtë kompletim, entry në area SD do jetë në këtë pik, me stop loss jo më shumë se 10 pipa, jam mjaftueshëm 10 pipa stop loss, edhe më pak të ishte akoma dhe më mirë, por që për arsye se mund kemi volum për derisa takon New York sessionit, që mos të rrezikojmë për ndasim stop lossin. Ike? Paçi. Targeti jonë i parë ishte kompletimi i CRT low. Kemi risk ratio 1 me 6.9. Targeti i dytë dhe kompletimi, po të themi, i 100% të trendi likuid ishte në pikën këtu ku kemi 166 pipa take profit dhe risk ratio 1 me 16. Arsyeja që unë pse pres 2 layer zona për gjatë kësaj pike është pika e parë, pjesa ku kemi market structure shiftin, pra thyrjen e strukturës dhe konfirmimin që kemi entrin ton të sellit. Pika e parë që më bën përshtypje që tregu do reagojnë këtë pikë është pjesa e këtij order block, këtij breaker blocku këtu. Dhe layer zona e dytë që ju thash që është zona më e fortë dhe më e bukur që mua pëlqen këtë analizë është pjesa e modelit i. Pse kam zgjedhur që ky breaker block të jetë layer zoni me low risk? Për arsye sepse në time frame-in më të vogël, në 15 minutësh ose mbas edhe në 5 minutësh, këto shërbejnë më shumë për të parë reagimet e tregut, ama jo se janë 100% ato time frame-at të cilat ju duhet bazoheni. Nëse ju keni CRT në daily, normalisht duhet fokusoni vetëm në një orarësh edhe ti përshtatni atij asaj pike. Ndërsa në time frame-at e vogla ju thjesht mund të prisni për gjetë setupe më të sakta, me sniper entry dhe gjatë kësaj natyre. Arsyeja që mendoj që mund të jetë kjo reagim i kësaj pike është për arsye sepse që nga pika ku kemi krijuar market structure shiftin, pika e parë e cila ka arritur të kryejë retestimin duke qenë se ka qenë ky breaker block, në këtë pikë gjithmonë pika e parë kur vjen për të kryer entry në këtë rast dhe refuzohet thjesht nga një wick, do të keni parasysh që tregu do vi përsëri për herë të dyti, duke likuiduar të gjithë sellersat në këtë pikë, pra sellersat e padëruar, dhe më pas të reagoj përsëri për drejtimin e trendit. Pra, në këtë pikë, ajo që çfarë ne presim është që tregu të vi, të bëj likuidimin në breaker dhe mbasi të bëj likuidimin, na krijoj kiss of death total soup, dhe më pas në kompletimin e CRT low dhe deri në pjesën e likuiditetit. Por, dhe skenari i dytë i cili mund të ndodh është pjesa ku vjen bën likuidimin e traderave që kanë tregtuar në këtë breaker, bën një retracement duke dhënë konfirmim sikur tani sweep ju mor do vazhdoj përsëri sell, duke ardhur pastaj në modelin 1. Dhe mbasi vjen në modelin 1, i jep direkt fast reaction deri në kompletimin e 100% të CRT-s. Kjo pra është arsyeja që pse në këtë analizë unë pres këto dy zona se si tregu do reagoj, ku nëse në reagon në zonën e parë, pika e parë që do të keni parasysh në analizën tuaj është që do të keni gjithmonë të supin dhe market structure shiftin. Nëse nuk krijon një nga këto dy, nëse nuk i krijon të dyja këto si kritere, atëherë do prisni për modelin e parë, modelin 1 në order block për të kryer entry. Gjitha këto që lëvizjet që po bën Euro tani në këtë time frame apo në çdo time frame të tjerë, nëse shikoni thjesht janë disa lëvizje dhe reagim ku tregu nuk po manovron as për buy as për sell dhe është mbyllur thjesht brenda kësaj zone,
Gjitha kjo shërben për të likuiduar të gjithë peshqit ose të gjithë tregtarët për nda këtyre dy zonave. Si ata që tentojnë për sell, si ata që tentojnë për buy. Duke zgjatur pjesën e sideways-it ose konsolidimit, më pas vjen duke na bërë një expansion në time frame-in në sezonin e London, të New Yorkut, dhe atëherë do na jepet modeli jon i entrit. E njëjta gjë dhe të njëjtën analizë të cilën e pres dhe në GBB/USD është përsëri njëjta gjë, ku këtu është ende dhe më e qartë analiza. Kemi dump money ose nuk po e them strategjinë se mbase na ofendohen kolegët që kemi, duke marrë përgjithësisht se shumica mund të kenë tregtuar këtë ordo blogun si pikë për të kryer entry, sepse në bazë të strukturave që ata mendojnë në 4 orësh apo në dielli kemi një uptrend dhe tregu do respektoj këtë ordo blogun për të vazhduar. Unë mendoj që kjo thjesht një likuidim shumë i bukur për të gjithë ata. Arsyeja që unë pse e pres në këtë pikë është sepse përsëri në time frame më të madh kemi pjesën e CRT-s, kemi pjesën ku trade duhet likuidoj me patjetër pikat më të ulta dhe detyrimisht do të kemi një sell duke likuiduar të gjithë këta dump money. Dhe nëse përdorni CRT, do jeni gjithmonë ata traderat e smart money, jo smart money koncept, smart money në psikologji dhe në entry. Dhe që po thoja në pjesën e kësajt, e njëjta gjë si në EURUSD, gjithë tregtarët që kanë tregtuar në këtë FVG mbasi kanë patur market structure shifting dhe kanë thjesht një refuzim me weak, siç e kam emërtuar këtu poshtë për t'ia bërë juve më të qartë, është që tregu duhet vi me patjetër ti likuidoj dhe mënyra se si këta do likuidohen marrin për shkallë ose për bazë këtë ordo blogun si model për të kryer entry për buy, dhe sapo ti vinë në targetin ku të gjithë do mendojnë që do preki tek profitin ose do vazhdoj për të kompletuar deri në 100% që ne kemi një higher high të ri, thjesht marketi do marrë likuiditetin edhe në këtë FVG, ku skenari do jetë i tillë. Vjen, bën sweepin e FVG-s, ritestimin në model 1 ordo blok dhe më pas kompletimi 100% i CRT-s. Dhe të gjithë ta sellersat në këtë pikë likuidohen dhe të gjithë buyersat në këtë pikë likuidohen dhe për shkak të këtij zone konsolidimi që është kryer këtu, duhet të jeni shumë të bindur që reagimi do jetë shumë i shpejtë. Nuk do ketë kohë ose mbase as nuk do vonoj fare për të kapur targetin e tij. Kjo është pra dhe analiza e GBB/USD-s. Thjesht ajo që duhet në analizat tuaja të CRT-s për mos të qenë gabim, sepse marketi nuk është asnjëherë gabim, gjë që ju e dini, i takon gjithmonë pikës se në çfarë profili e keni marketin, në ç't pikë keni marketin. Nëse nuk arrini të gjeni pikat kulminante të likuiditetit se ku tregu se ku likuiditeti do të rriçi marketin, atëherë nuk po bëni asnjë gjë. Sepse shoh që shpeshherë shumica për jush tregtojnë CRT në krahun e kundërt të marketit, ku shpeshherë ju rezulton vetëm në 50% në take profit niche ose mbase edhe nuk ju rezulton fare, thjesht sapo jep një reagim dhe kalon në stop loss. Kjo është për shkak sepse ju nuk i keni dal likuiditetit në atë anën që duhet të keni profit, por mundoni të dini likuiditetit kundra dhe kur i del kundra, rezultati është më së i ditur që është stop loss. Prandaj qetësoni analizën tuaj gjithmonë duke parë time frame-et të mëdha. Gjeni se në çfarë biasi do jeni, shikoni se çfarë reagimi tregu do japi ose çfarë likuiditeti tregu ka për të marrë, dhe mbasi ti kuptoni dhe ti gjeni këtë analiza në time frame-et e vogla si 1 orash, 4 orash, time frame-et e vogla në bazë të CRT-s ku keni bërë analizën nga time frame-et e mëdha duke shpër në time frame-et e vogla, përpiquni që të gjeni gjithmonë të njëjtin setup me të njëjtin trend. Sepse nëse në daily apo në weekly kemi CRT për sell dhe ju në 1 orash mendoni që po kryet një CRT për buy, normalisht që do likuidoheni, do kapni stop loss. Nëse CRT-ja e daily është për sell dhe modeli juaj i entrit në 1 orash duhet të jetë normalisht për sell dhe ju kërkoni për buy, atëherë ky është gabimi juaj dhe jo i marketit. Prandaj ndërthureni këto time frame-at ku ju prisni për modeli entry dhe çdo gjë do bëhet shumë më e thjeshtë. Ky është një këshill të cilën unë e kam hasur shumë dhe kam patur shumë probleme me veten time, sepse gënjesha në time frame-at e vegjël duke munduar që
nëse në 5 minutë kam një marrë extract to shift buku, kam të rrësup, kam një FVG me breaker, me OB, të tjera më radhë, dhe me golden zona dhe me të gjitha, dhe përse më arrin të stop loss dhe nuk kuptoj arsyen pse. Dhe nëse dhe në momentin që kaloj në time frame më të madh, shikoja që thjesht mundohesha që unë personalisht në analizën time nga downtrend ta çoja tregun në uptrend sepse kështu doja unë. Ama kjo është një gjë që nuk ndodh asnjëherë. Your friend is your trend. Pra kjo është ajo që ne po presim në këto 2 pika për të bërë entry. Le të marrë tregu likviditetin e buyersave në këtë pikë, më pas të likuidojmë dhe sellersat dhe të kemi modelin ton të entryt. Në Bitcoin kemi përsëri një analizë tjetër, ku në analizën që unë kam, përsëri nga të firmat e mëdhenj, kam sellin e parë në këtë pikë. Selli është si shkak ose entry të cilin e pres të reagoj deri në këtë pikë, dhe mbas kësaj pike ku kemi CRT-n, në pamundësi po mos ka për CRT-n të cilin e kishim që poshtë, pra kemi një CRT në weekly, në mos gaboj, po në weekly e kemi një CRT në weekly në këtë pikë, dhe nga pamundësia duke qenë se kishte ndodhur shumë herët në mëngjes ose gati pothuajse në mesnat, nuk e kisha parë si model për të kryer entry dhe po vazhdoj të kap pikën tjetër të tërllësupit ku do krijohet. Kur targeti normalisht tek profitin e parë kemi në 50% ku shkon Bitcoini 16.000 dhe targeti final në 125.000. Arsyeja pse po e pres në këtë pikë është për faktin sepse market structure shifti i saktë u krye, tërllësupi dhe pjesa e CRT-s është okay, mbasi ka bërë thyrjen e strukturës këtë pikë dhe normalisht tregu do të vitë krijojë pullback-un dhe pika e parë fare të cilët traderët do tregtojnë do jetë gjithmonë pjesa e FVG-s, e cila sapo krijohet këtu në këtë pikë midis bashllëkut të 3 candlesave, i cili gjendet ke candlesi i dytë, te candlesi i mesit, gjithmonë pika e parë ose candlesi i parë i cili do vinë këtë pikë do jetë ai që quhet akumulues. Më pas do jetë manipuluesi i cili do reagoj me wick në bas të skenarit që presit të ndodhi, ku kam dhe modelin e entryt këtu në 109.462, pra modeli ku unë e pres për buy, edhe më pas distributori ai që do japi drejtim qës. Dhe e njëjta gjë po ndodh. Arsyeja pse kam tregtuar në një orash për sell është e qartë sepse në një orash kemi një refuzim në pjesën e këtij levelsit, i cili do likuidohet më patjetër shumë shpejt, ama ndryshimi midis këtyre zonave që unë i pres për long dhe ndryshimi këtyre zonave që i pres për short dhe që janë pipsa të shpejta le të themi ose janë entry shumë të shkurtra, për arsye sepse të gjithë reagimin ose të gjithë tregtarët që përpresin për sell dhe tek profitet e tyre normalisht janë në pjesën më low të marketit, tregu sapo të japi reagim në këto zona që unë ju thash, do likuidohen dhe këta shumë shpejt. Dhe për bazë këta model entry e kemi marrë me tërllësup, normalisht tërllësupi, pasi ka kryer market structure shift, model entry me order block, FVG dhe çfarë doni ju këtë pikë, mund të keni pafund modelet tuaja të entryt dhe targeti deri në pikën ku un kam entrin. Këto pra janë 3 analizat që un pres që të ndodhin në këto 3 pera. Nuk e di nëse doni t'ju tregoj edhe goldin. Ky është dhe entry që pres në gold, duke marrë shkas nga time framet, përsëri gjithmonë time framet e mëdha mos i
neglizhoni sepse është gjithmonë i time frame kur juve do ju japi entrin tuaj më të saktë edhe konfirmimi se nga cili krah do jetë e gjithë dita apo ditët në vazhdim. Duke parë që në Gold në një candles 4 orarësh kemi një konsolidim përgjatë 1, 2 edhe candles i tretë i cili është aktualisht në i hapur, kemi një zonë ku nuk po reagon as për të krijuar një pikë më të lartë dhe as duke krijuar një pikë më të ulët. Pra është midis dy range-ave, range high dhe range low, pika të zonave likuidi, ku normalisht do të thyj njërin prej këtyre pikave dhe të krijoj pjesën e CRT-s. Dhe në time frame më të vogël, ku kam dhe arsyen që pse duhet bëj entry në këtë pjesë, është fakti që në këtë range zone, ku nuk kemi asnjë likuiditet, pra nuk kemi ende një turtle soup që të kemi setupin ton të sakt, entry ku unë pres është pjesa e goldit në 4206. Arsyeja që e pres këtë është sepse duke marrë për bazë trendin që ne kemi aktualisht, volumin ku tregu ka ardhur dhe ka likuiduar buyersat e nxituar në këtë kohë. Normalisht modeli më i saktë është pjesa e këtij order bloku ku keni golden zone, keni kombinime 3-4 konfirmime të tjera që pse ky entry do të jetë më i saktë, dhe ajo që po presim në gold është që të ndodhi turtle soup-i. Pra, goldi mund të përgjatë se për arsyeën që pse trendi i goldi është më afër range height është shumë i thjeshtë. Mbasi të bëj pjesën e thyerjes së strukturës, support rezistencës së price action, do presim më njëherë pikën e cila sapo thyet, retestim do të vazhdoj lart. Ama pjesa që do ndodhi është do vazhdoj selli. Mbasi të vijojë selli do jetë pjesa e range low e cila do thyet dhe do respektoj strukturën. Pra, range high turtle soup për sell dhe likuidimi i të gjithë buyersave, dhe range low turtle soup likuidimi i të gjithë likuidimi i sellersave dhe likuidimi i gjithë buyersave. Kështu që kjo është entry në gold që po e pres derisa të më vi në këtë zonë. Edhe kam shumë edhe është një entry që besoj shumë që do jetë shumë sniper, sepse nuk po diskutoj pjesën që do ikë në targetin që unë menoj, por thjesht është pjesa e diskutimit a do jetë sniper reaction apo jo. Kështu që shpresoj që këto analizat ju kenë ndihmuar dhe t'ju kenë besoj t'ju kenë lehtësuar në gjërat që ju mbasi mund ndjeni konfuz në mënyrën se si tregtoni. Dhe këshilla ime e cilë do jepja për pjesën e analizave, nëse presni analiza gjithmonë long po flasim, sepse nëse do të marrin të më qenë për pjesë scalp, pjesë 20-30 apo 50 pipa të shpejta, për mendimin tim është një bixhos pak më i avancuar në këtë pjesë. Kështu që gjithmonë analizat tuaja në bazë të trendit dhe fokusit që do dini për biasin se nga cili krah do vijoj, do të jetë minimalisht nga 4 orarëshi dhe lart. Dhe nëse keni ose nëse tregu jep arsye të saktë në bazë të time frame-ave që ju studioni dhe analizoni tregun, mund të gjeni time frame në time frame-et e vogla vetëm metodën e entrit, ama asnjëherë të dini kundra analizës tuaj nëse në time frame më të lartë e keni nga i krah të analizës. Prandaj ky ishte pjesa e streamit të sotshëm, të cilin tani duhet ta mbyll dhe pak më vonë, mbasi të jemi në pikat e entrit, do rihap përsëri për t'i parë së bashku reagimin dhe mënyrën se si do vijojnë të tregtojmë përgjatë candlesit të distributorit dhe përgjatë rrugës në take profit për të kryer 2, 3 ose 4 modele entry të tjera të supit në këtë candle. Prandaj shpresoj që t'ju kem ndihmuar sadopak me këtë live stream dhe unë do mundohem që të kryej çdo ditë live streame të tilla dhe të mësoni, të informoni me rrugën e duhur se si duhet të tregtoni në forex. Përveç kësaj, videot të cilat unë do vazhdoj t'i bëj, jo vetëm në live stream, por edhe video të tjera të cilat do jenë informuese për pjesën e CRT-s, video të cilët do ndihmojnë për pjesën e psikologjisë, risk creationat,
risk menaxhimi dhe shumë e shumë video të tjera do të postohen së shpejti. Prandaj rini gati dhe it's time to be rich.